Në raportin periodik për vitin 2025, SPAK ka lëshuar një mesazh të fortë për politikën dhe zhvillimet e fundit. Gjithashtu retorika politike dhe mediatike mund të ndikojë në perceptimin publik dhe në autoritetin e institucionit, si dhe mund të shërbejë edhe si faktor nxitës për rritjen e nivelit të kërcënimeve nga krimi organizuar. SPAK do t'i konsideronte veçanërisht shqetësuese ato nisma ose masa me karakter ligjor dhe institucional që do të synonin kufizimin e mjeteve procedurale dhe pavarësinë e saj. Ndërhyrje të tilla do të përbënin rrezik serioz për funksionin kushtetues të SPAK dhe për vetë shtetin e së drejtës. Gjatë vitit 2025, SPAK bën me dije se janë sekuestruar 45 milion euro pasuri kriminale, ndërto dhe kriptovaluta. Po ashtu janë ekzaminuar me laboratorin digital 375 celular që janë blokuar në funksion të hetimeve të ndryshme, bashk me 65 kompjutera dhe 63 USB e CD. Po sipas raportit, me vendim gjykate në përgjim gjatë vitit 2025, u vun 3004 numra telefoni.